Dosja e vdekjes së 3 vjeçarit Brian Spahiu pas një ndërhyrje dentare në klinikën e mjekut Roland Xhaxho dhe vajzës së tij Ina Xhaxho ka zbardhur hollësisht ngjarjen tragjike. Sipas dokumenteve, fëmijës nuk i është bërë asnjë grafi përpara ndërhyrjes, ndërsa prindërit janë konsultuar vetëm fillimisht me stomatologen Ina Xhaxho. Për shkak të bashkëpunimit të dobët të Brianit, ai është anestezuar me një qetësues dhe më pas është futur në anestezi totale, por një ndërhyrje që zgjati disa orë, gjatë të cilës i janë trajtuar 14 dhëm, shumë më tepër se 2 të parashikuarit fillimisht. Nga dëshmitë e familjarëve rezulton se ndërhyrja është kryer fillimisht nga Ina Xhaxho, por më pas është vazhduar nga një tjetër dentiste e punësuar në klinikë, Marta Gjina, për të cilën prindërit nuk kishin ndjeni dhe as kontakt paraprak. Mjekët Roland Xhaxho dhe Ina Xhaxho kanë garantuar fëmijën se anestezia e përdorur është e lehtë dhe sigurt për fëmijët e vegjël dhe kanë bërë pagesat për ndërhyrjen dhe anestezit pa dhënë dokumentacion zyrtar për shpenzimet. Pas përfundimit të ndërhyrjes dhe daljes nga klinika, Brian është nxjerrë në gjendje të rënduar, i përgjumur dhe pas një reagim normal. Familjarët kanë vrendur se djali kishte duar dhe këmbët dhe hundët të ftohta, ndërsa temperatura i është rritur gradualisht, megjithse përpjekjet e familjes për të kontaktuar me mjek në rast urgjence, telefonat e tyre nuk kanë marrë përgjigje dhe rreth orës 23 Briani është dërguar në spitalin e pediatrisë në QSUT, ku ka edhe ndëruar jetë. Hetimet kanë zbuluar se prindërit bashkë me gjyshin Guri Spahiu dhe Kunati kanë ndjekur në afër gjithë procesin, duke përballur në mungesë transparence dhe informacion kontradiktor nga mjekët. Dosja përmban deklaratat e familjarëve dhe detajet e plota nga konsultimet, pagesat, anestezia dhe gjengja e fëmijës para dhe pas ndërhyrjes, duke ngritur shumë pikpyetje mbi sigurinë dhe përgjegjësinë e stafit mjekësor në të rast tragjik.